Mendoj se kam shfaq në social media në jetë perfekte, por çka kam shfaq është e vërtet. Kam lënë dhe gjëra pa shfaq, se jam njeri normal. Nuk kam asnjë sëmundje mendore që të përdor social media për çfarë përdorin të sëmurët mendore në përgjithësi. Jam si për devez dhe ky djali jo shpejt. Të lodhura ime sa të duash, por sot e kishim lënë që rreth orës 5 të pasdites të vinte një djalë bashkë me 2 deve të na merrte, sepse tani po shkojmë për të parë perëndimin e diellit. Nuk e di, dita këtu nuk pas ka fund, nga Petra në Vadi Rum, dhe besoj që jemi në gjendjen më të mirë, apo jo Amç? Patjetër që po. Hami. Unë kisha hipur asnjëherë në deve, i pasot për të parë në Petra dhe tani këtu. Me të drejtën kam pak frikë, unë jam dhe frikacaki si natyrë, plus unë sapo hipa në deve, si është doja të bëja foto, ishte ulur. Ma bashon t'jali, po këtas nuk më kuptojnë për zonë ma. Unë grit deveja, o të më shifje. Mirëmëngjesi, është ora 7:30 këtu në Petra, por në Shqipëri është 6:30 dhe ne jemi nisur drejt qytetit të vjetër të Petrës për ta eksploruar gjatë ditës. Ne kemi shumë të emocionuara dhe kësa Marrni sot 2 banana, se s'kena buxhet, më shumë për të spot. Në zbordë dhe tani jo, në zbordë dhe këtë jetër. Thash që do i bëja unboxing për dje, por nuk arrita t'ju tregoja dot. Atëre, kam marrë 2 pulovra ose kardigan nga Ami. Zgjodha këtë ngjyrën beige sepse e di që kombinohet shumë lehtë. Për shembull tani e kam veshur një palë pantallona të tjera të trasha dhe duket shumë mirë. Këtu anash ka këtë logon e Amis që është përqendisur. Dhe më pëlqen se është shumë minimaliste. Ja tregoj edhe mbrapa. Ja dhe mbrapa si duket. Është prerje oversize. Dhe pulovra tjetër në ngjyrë bojqelli, 2 ngjyra mjaft të kombinueshme dhe kjo e ka logon këtu përpara, besoj dallohet. Unë tani për shembull jam e vesh në rapet si balerin. Këto pantallona që kam tani janë si blu e errët edhe më pëlqen se si duken. Unë vesha golfin e parë që gjeta, por ju mund ta kombinoni me çfarë të dëshironi ju, edhe kështu e hapur, po më pëlqen shumë. I kam përveshur këto mangët që linin poshtë, mangët e golfit.